Drejtori i administratës mori në pyetje 3 nga nënpunësit e tij dhe u tha: "A është e vërtet që 2 dhe 2 bëjnë 5?" I pari tha: "Pa diskutim drejtor që bëjnë 5." I dyti tha: "Pa diskutim që bëjnë 5, po të shtojmë edhe 1." Ndërsa i treti tha: "Nuk bëjnë 2 dhe 2 5, por bëjnë 4." Ditën tjetër i treti mungoi në punë dhe zvendës drejtori i tha drejtorit: "Zoti drejtor, pse mungon i treti në punë?" Tha: "I pari ishte kokra e mashtruesit dhe e dinte që ishte mashtrues, ky na bën punë dhe na duhet. I dyti ishte gënjeshtar, por e dinte që ishte i zgjuar, edhe ky mund na hyjë në punë. Kurse i treti ishte i vërtet, i sinqert dhe i drejtë, dhe ky na prish punë, nuk na duhet." Tashmë i tha drejtori zvendës drejtorit: "Po ti si mendon, 2 dhe 2 bëjnë 5?" Zvendës drejtori i tha: "Nuk kam fuqi të mbri në këto nivele të larta filozofike, nuk e di." Drejtori i tha: "Edhe ti je kokra mashtruesit, ndaj njerëz si ju na duhen." Të diel të mbar.